Mirëdita nga kompania Mahagoni, e specializuar në projektimin dhe prodhimin e mobiljeve të cilësisë së lartë nga druri i ahut dhe dushkut, e cila ka 28 vjetë që operon me sukses në treg. Kjo është kompania që menaxhohet nga zotri Zoran, e cila e jeton ëndrrën amerikane, ka filluar nga një garazh për 25 metra katror, tani ka një kapacitet prodhues me mbi 3000 metra katror. Mahagoni është kompani e orientuar drejt eksportit, ku 70% e produkteve të saj mund të gjenden në tregjet e huaja, më saktë në Kroaci, Serbi, Sloveni, Gjermani dhe Kanada. Qeveria e mbështet këtë kompani tashmë në ciklin e dytë investues të tyre, me marrëveshjen e dytë, sipas të cilit investimi minimal i kap shifrat prej 17 milion denar për mbështetjen e tyre financiare për investime në objekte afarist, pajisje dhe makineri me qëllim të zgjerimit të përmirësimit të kapacitetit prodhues, po edhe produkteve të reja, bashkëkohore dhe më cilësore. Marrëveshjen e parë për mbështetjen financiare të kompanive e nënshkruam me këtë kompani në vitin 2021, që shënonte vitin post-Covid, që do të thotë se ata u inkurajuan për të investuar në zhvillim në kohë krize. Për këtë ata morën mbështetjen tonë, e marrin edhe sot dhe do të marrin edhe në të ardhmen sepse duan që të vazhdojnë të bëjnë investime. Portfolio e kompanive siç është Mahagoni, të cilat i mbështesim në investimet e tyre, sa vjen e zgjerohet dhe tashmë numëron mbi 600 kompani. Këtë vit është paguar një mbështetje financiare rekorde me mbi 23 milion euro ndihmë shtetërore në bazë të ligjit për përkrahje financiare të investimeve. Ju falenderoj.